tek dosja hakerimit të sistemit të SPAK-ut, hakeruesi përmend emrin e Ramës si personi që mund të ketë urdhëruar hakerimin. Pjesë nga dosja. Me datën 12 shkurt 2025, ora 21:17, Arnold Rokaj i dërgon Zambak Gjonit një foto që duket si faqe interneti nga e cila mund të aksesohet sistemet e SPAK-ut. Më pas, ai i dërgon një SMS me përmbajtjen: mos e hapsha dot. Më tej, Arnold Rokaj i dërgon sërish një SMS Zambak Gjonit: se do t'i shkruaj Rams, e hajt t'ja u bëjmë ropt. Pra, Arnold Rokaj e kishte numrin e Rams. Dhe Arnold Rokaj, sa po të hapte faqen, do t'i dërgonte Rams të dhënat e faqes: hajt t'ju bëjmë këtë me gjuhën e lubis.